Sot jam tek bashkia e Mirditës. Fatikisht unë vi rrallë për bashki, por kam marrë sot me gjë ndryshe për të paraqitur për t'ju sjell një speciale që lidhet me një ekspozit me foto me personalitete të Mirditës në shekuj. Është shumë e rëndësishme dhe mua m'pëlqeu që kjo po bëhet tut tek holli i bashkisë. Në fundit sjell në retro administrimin, vetë qeverisjen dhe figura që kanë ndikuar në administrimin e Mirditës, pra në pushtetin administrativ dhe jo vetëm, sepse Mirdita asnjëherë nuk mund të konceptohet thjesht me udhëheqjen administrative, por është edhe tjetër pushteti shpirtëror. Dhe Mirdita ka këtë të veçantë, si as i krahin tjetër në Shqipëri, mas edhe në Ballkan, ku janë dy shtyllat kryesore, përveç edhe kuvendeve normal, pra që janë pushteti administrativ dhe pushteti shpirtëror. Dhe këto janë të manifestuara këtu. Janë figurat e barektarëve të famshëm dhe gjithë ata që kanë një kontribut të jashtëzakonshëm, por në fundit është një nuk lidhje historia, po them dhe Mirdita shquhet për historinë e vet nacionaliste me kohët moderne. Në fundit sot jemi në një kohë moderne si në vitin 2025, por është e rëndësishme që në efektet muzeale institucionet të kenë gjëra të tilla. Kjo është një iniciativë shumë e mirë që është normal edhe nga Juliani, që është drejtori dhe vetë kryetari i bashkisë, drejtori i kulturës dhe trashëgimisë Julian Blashi, historian shumë i mirë racional, por ashtu dhe vetë kryetari i bashkisë Berti është inspiruar për t'i pas të gjëra. Kështu që unë shpresoj që Bashkia e Mirditës ka mundësi që t'japje një shembull, një model se si respektohet e kaluara, anë muzeale, normal me një shpërfaqe pak më të zgjeruar, duke marrë konsultën me studiues, me historian, edhe me qytetarë të ndryshëm, ata çfarë kanë përdorur dhe për ta pasuruar si muze të një institucionit këtu në Mirditë. Futemi do ta përcjell gjithë aktivitetin. Kam përtetën prej kohësh që kemi diskutuar bashkë me kryetarin për të realizuar një ekspozit fotografike si shenjë për kujtimi, por edhe nderimi për kontributin e jashtëzakonshëm që ta Mirdita, ta burra Mirdite, kanë lënë në historinë krajinore, por edhe ata kombëtare. Pjesa më e madhe e këtyre fotove janë pjesë e një koleksioni privat që kam 20 vite që pasuroj në vazhdimsi, por gjej rastin që të falenderoj edhe disa prej pasardhësve të familjet barektarëve që na kanë ndihmuar me fotografitë familjarëve të tyre për të plotësuar atë panoramën e plotë të 12 barektarëve. Pjesë e kësaj ekspozite janë personalitete shquara, përfaqësues të familjes Kabelore Xhamarkëve, përfaqësues të familjes barektarëve dhe krerëve tradicional, personalitete shquara të klerit katolik, personalitete të jetës politike, arsimore dhe kulturore të kohës, gjithashtu ushtarak dhe prijës të kryengritjeve anti-osmane. Element i rëndësishëm i kësaj ekspozite është edhe flamuri i Bajrakut Bulbi, që sipas traditës është rreth 200 vjeçar. Është ruajtur prej disa brezësh në familjen e barektarit që Marko Mrasvik. I falenderoj pasardhësit të familjes që ju përgjigjen pozitivisht ftesës dhe e bën pjesë të kësaj ekspozite. Duhet theksuar që janë edhe personalitete të tjera që nuk janë pjesë e ekspozitës për faktin e mungesës fotografive, që besoj dhe mendoj që do të pasurojmë të ardhmen. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët. Falenderoj që e keni ndërsuar këtë ekspozitë. Ashtu siç i fat edhe drejtori e paraqiti, kjo ekspozitë është ka disa muaj që është diskutuar. Jo për një ekspozitë që një editor të nifën me ato emblema të historisë tonë vitore, sepse ne njohim, ne kemi pa në ambiente të ndryshme, qoftë institucionale, por edhe familjare. Ideja ishte krejt tjetër për te asaj që shohim disa fotografisë. Institucioni, si që është bashkia, apo institucionet tona në Mirditë, duhet të kenë pikërisht këto individ të cilët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në çdo lëvizje gjatë historisë Mirditës. Falë kontributit, falë qakut, falë sakrificës tyre, kemi ata që kemi sot. Dhe nuk është vetëm pasqyrojmë disa fotografisë. Është një mesazh tjetër që në fakt unë kam dashur ta përcjell jo vetëm te Mirdita. Mesazhi që kam dashur të përcjell në fakt kryesisht është tek të filluar te unë pa. Dhe gjithë administrata e bashkisë dhe për tek sa që
këto fotografi, pikës pari do vendosen në ambientin e bashkisë. Dhe çdo punojës që në nis ditën e punës për të shërbuar komunitetit, në momentin që do hyjë në do lëvizën të korridore të shohë këto figura. Dhe në vetën e vetë duhet mendoje se ta njerëz kanë dhënë komentuar të tjerë sa kishë. Sot jemi në kohë krejt ndryshme. Sot jemi demokraci. Sot jemi krejt lirë. Sot na është dhënë mundësia për shërbim. Nëse nuk e shohim këtë prizë për të shërbuar çdo qytetar, duke pa të figura që na e lajnë me gjak të që kemi sot, realisht asnjëri prej tyre të frutë unë nuk ka si japim mesazh apo nuk ka si japim në punë. Dhe prandaj këto figura, këto fotografi do vendosen në institucion duke futur kryesor apo në korridoret të bashkisë dhe secili nga ne do të marrë mesazhin që këto njerëz kanë dhënë kontribut deri më qartë për ato që kemi sot. Dhe sot në demokraci që janë gjëra krejt më të thjeshta, krejt më të lehta, mjafton vullneti, dëshira, përkushtimi jon që të bëjmë shumë më shumë. Këtë sigurisht kur në asnjë moment nuk e kursyn as jetën e vetë, as pasuri e tjera të tyre që u dojqen, u shkatruan, e u tjetërsuan, u internuan e tjera më radhë, pikërisht që brezat e tyre që jemi sot ne, jetojnë në paqë, jetojnë qetë, këtorat e tyre, kemi mirë. Dhe përtej asaj që është një ekspozitë e plejshme në film artistik, ka një vlerë morale për ne gjithë që jetojmë. Faleminderit. Do të prema nga prejnë në Roshit, gjithë baraktarin e Spaqit, dhe me thënë du të theksu që këtu nuk janë burrat ma me zatë familjeve të tyre, por janë ato që kemi mujtë me gjithë fotot. Më thënë nga një profesor për barak. është Nuk baraktari i Kuzhnenit, është Hajder baraktari i Fanit, Frogdet Kola ose Frogdet baraktari i Dibrit, Gjet Gek baraktari i Selidës, Gjon Melyshi i Kthellës, Prangdot baraktari i Razës, Nupër Gega i Kryezezit, Margjim baraktari i Bulkrit, Koltoma i Velës dhe Gek Pederjaku i Martis. Pjesa e madhe e këtyre kanë një kontribut shumë të rëndësishëm në organizimin dhe drejtimin e qendresës dhe të piramidave anti-osmane. Ndërsa tek andi tjetër kemi filluar jo sipas hierarkisë së kontributit, por sipas periudhës historike që kanë jetuar. I pari është Lek Dugagjini, edhe për faktin që pjesa e interpretimit apo e drejtave zakonore bazamentin kryesor ka pas në drejtorit e Mirditës. Është Pjetër Përlati, abati dhe generali i periudhës Skënderbeut, figurë shumë e rëndësishme. Është Leshi i Zi Gjomarkave, i cili pos kontributit të drejtimit Karnines ka dhe një kontribut shumë të rëndësishëm në bashkimin administrativ të Mirditës etnogeografike ose Mirditës 12 Perave. Është Pashka Vasa, një ndër figurat e rëndësishme të regjinës kombëtare, Bib Doda i Gjomarkave, një ndër ushtarakët më të rëndësishëm të kohës dhe një ndër kapetanët më me emër të familjes Gjomarkave. Këto është Frank Bib Doda, që ka një kontribut shumë të rëndësishëm në mëvesësimin e Shqipërisë, por edhe në konsolidimin e shtetit shqiptar. Në qeveritë e parë shqiptare ka qenë 2 herë zotës kryeministër dhe 2 herë ministër. Është abati i Mirditës, Prandoqi, një ndër figurat më shquara të regjinës kombëtare, i cili ka një kontribut shumë të rëndësishëm në jetën fetare, kulturore, arsimore, por edhe patriotike të kohës. Axher Shfishta, një ndër figurat e ndritër të klerit katolik, Don Dremjeta, po ashtu një figurë e ndritër të klerit katolik, Zef Ndos Ndresa, i Spaqit, një figurë emblematike e intelektualizmit Mirditas të fillim shekullit 20. Ndoj Paluca, është meregjin nga Roshi, ka qenë profesor, matematicien, një ndër personalitetet më të rëndësishme kulturore dhe arsimore të fillim shekullit 20. Domzef Skana i Roshit,
edhe ky një figurë ndritur e klerit katolik shqiptar, Arshivin Gjeqovi, i lindur në Janjev të Kosovës, por me origjinë të hershme nga Kryziu, në territorin e Bajrakut Spaqet. Atam Rozmarlaskaj, figurë e rëndësishme të klerit katolik, por edhe intelektual shumë e rëndësishëm i fillim shekullit 20. Është me origjinë nga Kuzhneni. Dom Prensuli, i lindur në Kallmet, por me origjinë nga Spaqi. Dom Nikol Kimza, nga Kimza e Spaqit, kapetani Gjo Makazhoni, figurë e rëndësishme e fillimit shekullit 20 në aspektin politik, por edhe patriotik, një ndër simbolit e zyrtarisë mirëditëse dhe interpretimit të së drejtës zakonore, paluca e Kashlitit. Gjokdo Vlleshi, një ndër interpretuesit e drejtës zakonore dhe ndër dysh kryesorët të Spaqit. Zefi i vogël, i lindur në Gjakov, por me origjinë nga Fani, një ndër drejtuesit kryesorë të kërngritjeve anti-osmane dhe anti-serbe. Prengtus Doda, nga paria e Fanit, figurë shumë e rëndësishme e kërngritjeve për pavarësi. Nikol Curi, nga Curat e Fusharësit, edhe ky një ndër prisët e kërngritjeve anti-osmane. Kolxhok Deda, nga paria e Manatis, në figurat e rëndësishme të drejtimit të kërngritjeve anti-osmane. Pjetër Numar Doçi, nga Shebja, edhe ky një figurë e rëndësishme e kërngritjeve anti-osmane. Gjithashtu kemi edhe disa personalitete të mesit të shekullit 20, që është kapitan Mark Gjomarkaj, figurë shumë e rëndësishme politike dhe patriotike e mesit të shekullit 20, Nes Lufi dhe Frok Mylyshi, që ka një kontribut shumë të rëndësishëm pasaj periudhe. Gjithashtu kemi Dom Zeforoshi, me origjinë nga Roshi, i lindur në Kaftall, një figurë shumë e rëndësishme e klerit katolik. Lek Margjini, edhe ky nga Roshi, një ndër intelektualet e rëndësishëm të mesit të shekullit 20. Ka qenë kryetar komune në disa komuna të Shqipërisë etnike. Dhe Pashturi i Fusharësit, një figurë shumë e rëndësishme e rezistencës antifashizme, pastaj edhe e përsekutimit komunist. Faleminderit.